ekonomisë Prizmës. Sonte do kisha dëshirë, sigurisht që kam dëshirë të bisedoj me ju për një ndërhyrje të Edi Ramës në lidhje me gazetarët dhe me shpifjen. Edi Rama sapo njoftoi që do ta dekriminalizonte shpifjen për gazetarët. Jo se ka pasur gazetarë që kanë shkuar në gjyq, jo se janë bërë akuza kaq të mëdha dhe që e kanë pësuar për fjalën e tyre, por se duam të kalojmë në këtë fazë që gazetarët bëhen më përgjegjshëm në këtë drejtim. Nuk ka ndodhur asgjë me to. Ne kemi një periudhë kohë, thaj, që e kemi larguar këtë gjë. Gazetarët nuk mund as të dënohen për fjalën e tyre. Por ai është një problem në fund, sepse sigurisht ai është një person i cili nuk mund të rri pa e thënë atë që mendon. I këtë gjë, tash pikërisht këtë gjë e ka të mirë Edi Rama. E thot atë që mendon. Në krahasim me disa të tjerë që thonë atë që s'mendojnë. Ose dhe kur e thonë atë që mendojnë, e jargavisin shumë. Në fund kret tha që sigurisht që nuk ka munguar liria e fjalës. Liria të shprehurit, as e gazetarëve. Kur vetë censurohen, vetë censurohen. Po shtuar liria e shpifjes. Edhe këtu duhet mund dalësh. Edhe që gazetarët të vazhdon shpifja. Shpifja me shpifja. Shpifja nuk është një argument. Nuk është fakt që të mbush mendjen. Shpifja nuk është etik. Nuk është as estetik, ka të gjitha të këqijat. Shpifja është një nga elementet e dënuar në Bibël, në Kur'an, kudo. Shpifja është lotësjellëse. Shpifja është nga trestarja më e madhe. Shpifja është një nga elementet më tragjik që kanë shoqëritë. Dhe elementi mos më negativi në vendet të para që kanë veset e njeriut. Është vesi më mrekullish i poshtër. Mrekullia e veseve, më thoj që them gjithmonë, nga më të shëmtuarit që mund ta ketë karakteri i njeriut ose sigurisht edhe një shoqëri. Një shoqëri kur ka shumë shpifsa, i lejon shumë shpifsat, i toleron ato, bile i konsideron nga herë edhe njerëz të cilët janë kreativ. Kur shpifja merr edhe domenin e kreativitetit, e patentës, ajo shoqëri është në degradë të sipër. Dhe nuk është se nuk ka ndodhur këtu keni, dhe sidomos, po flasin për gazetarin, me rastin që Edi Rama thotë ta dekriminalizojnë shpifjen ke gazetarët, por janë një pjesë e madhe e portaleve dhe gazetarisë që shpifin gjithë ditën, në mënyrë tragjike. Shpifin për individët, shpifin për politikën, shpifin për kundërshtarin, shpifin për elementet social, për elementet e shkollës, për elementet e shëndetësisë, për elementet e universitetit, për elementet filozofik dhe politik njëkohësisht. Shpifin për individin, shpifin për shoqërinë, shpifin për zyrat, shpifin për punët, dhe nga njerë mbrohen me të pa drejtë se duket sikur është thënë e drejta. Duke mos u verifikuar e vërteta nga shpifja. Nga elementi i cili sigurisht e merr të pavërtetën dhe e çon në argumentin e të vërtetës. Dhe që sigurisht brenda pastaj ka elementin e shpifjes. Nuk e bëjnë gazetarët këtë? Sigurisht që nuk e bëjnë, pse ata nuk jetojnë në një vend tjetër. Këtu jetojnë dhe ata, janë pjesë e këtij vendi. Dhe shpifja është pjesë e madhe e portalizmit ton. Sigurisht janë më të kontrolluar televizionet e mëdha dhe një pjesë e televizioneve, por ama portalizmi, pjesët e Facebookut, ata që janë të regjistruar, po them, Facebooku i zakonshëm pastaj është kryekput, një element degrad dhe degenerativ i të vërtetës, në shpifja zëvendin kryesor aty, dhe ajo bëhet interesante, ajo klikohet. Por e kam fjalën portalizmi. Portale ku
është lajmi. Ku duhet jetë e vërteta, dhe që zë vend shpifja. Liria e shpifjes nuk është liria e fjalës. Dhe këtu e ka fjalën edhe kryeministri, dhe këtu unë jap të drejtë. Ata që se kanë qef, e kanë armik, dhe duan ta pushkatojnë, të shkojnë është e fjala. Nuk më interesojnë fare. As më interesojnë fare. Kushdo që ta thotë të. Në vitin 2008-2009, një diçka të tillë, tha dhe Sali Berisha i vendosur përballë sulmeve. Sigurisht nuk ishte Sali Berisha i viteve 94, 95, 96, që rrifte gazetare, diqte gazeta. Në 2005 në erdhi me mend tjera dhe nuk donte që t'i bënte. Dhe sigurisht tha një diçka shumë interesante. Tha që sigurisht ne nuk do të çojmë në burg gazetarët, sepse është e drejta e tyre, është liria e fjalës, mbajtja e sekretit. Por shfifja nuk mund të jetë rrugtare me gazetari. Dhe kjo është një fjalë perfekte e Sali Berishës. Pastaj se si përdoren njerëzit, ku shkojnë politikisht, çfarë bëjnë, fjala ishte perfekt. Kështu e tha. Ishin një takim, rastisht Nolla dhe unë, e tha në mënyrë të shkëlqyer. Po ashtu e thotë edhe kryeministri i sotëm. Liria e shpifjes nuk mund të jetë liri fjale as liri shprehje. As kërkush nuk i ka ndaluar fjalën gazetarëve. Mund ta pengojnë veten vet. Nuk pranojnë të flasin sepse nuk është në interesat e pronarit të tyre. Nuk pranojnë të flasin sepse sigurisht nuk i le partia. Nuk pranojnë të flasin e shprehen lirshëm sepse është një organizëm që i paguan që nuk do që të flasin. Është autocensura. Por ama, po t'jen vetëm, nuk i ndalon kërkush në Facebookun e tyre, mund t'japin çat dun. Nëse ke frikë, merr përsipër që mos kesh frikë. Dili pavarur dhe vazhdo punën. Ose mos prano që të punosh atje ku ta presin fjalën. Pra ke mundësi në kohën e sotme të bësh lirinë e fjalës tënde. Po liri shpifjet jo. Dhe portalizmi në Shqipëri është babai, nëna, gjyshi dhe gjyshja, fisi dhe vendi ku lind dhe përmbyll të gjithë qerturin e tij shpifja. Portalizmi në Shqipëri, në Kosovë, është një nga gangsterizmat mediatik që në themel kanë shpifjen. Është një nga gjërat më të këqija që kemi në shoqëri dhe zakonisht shoqëritë e tilla folklorike, sidomos suburbane. Jo ka shumë folklorike, mitike, ato janë mitik. Ju duket e vërtet se janë mitoman. Një diçka që s'është e vërtet. E bëjnë për të vërtet, e besojnë. Po në suburbanitet, kur vinë në qytet, fillon shpifjen. Edhe ajo folklorikja mitike kthehet në shpifje të plot, që do të ketë përfitim, do që të demolojë, të shkatërrojë të tjerët, mbi bazën e një të pavërtete, të cilën e shet pastaj për të vërtetën më të madhe. Dakord, miqtë mi. Kjo ishte e para që desha t'ju them. E dyta është një analizë ime e botuar në Facebook dhe në mundësitë e mia që kam në Prizmës për shembull. Në mundësitë e mia divulgative në rrjetet sociale, në YouTube, në Facebook ose në portal të ndryshëm. Kush e merr, unë nuk e shpërndaj. Po shpeshherë Prizmësin e marrin dy radio ose e merr për këtë tjerët ose shkrimet e mia dikush i merr. I shpërndan ose i boton. Dakord, është çështja e gazetarit. Ku them që dy rrugë janë për Partinë Demokratike. O të shkojnë rrugës së partisë, Sali Berishës dhe të mbyten atje në partinë e tij, në ferrin e tij, dy rrugë janë, ose të marrin Partinë Demokratike mbrapsht. Por e kam fjalën për demokratët. Jo për patronazhistat, them thojza, të Partisë Demokratike të Sali Berishës, as për sejmenët, as për grupin parlamentar servil, demoniak, as gjëbërës dhe kurt prej 10 vjetësh të përballur me publikun edhe me votat e shqiptarëve. Por sigurisht njerëzve të damkosur nga e keqja dhe nga abuzimet e dikushme që kërkojnë të bëjnë edhe herë të sotmen, ata s'mund bëjnë asgjë tjetër sepse thjesht do t'i servilosen pronarit partisë që është Sali Berisha, përndryshe nuk do t'ishin asgjë, absolutisht. Pra dy rrugë janë. O do shkosh në ferrin e partisë private të Sali Berishës, ose
do të marrësh Partinë Demokratike mbrapsht. Po për të marrë Partinë Demokratike mbrapsht, duhet të jenë demokratët. Jo militantët që janë mësuar të thrasin e të lurasin, të thyen të shkatrojnë, ata s'marrin asgjë mbrapsht, sepse s'din asgjë. As sejmenët, as servilet, as bashkëpunëtorët e Sali Berishës, as të pagdhëndurit politik edhe ignorantët politik, as të humbësit dhe as patronazhistat, ata që me që akuzojnë demokratët socialistët dhe unë po akuzoj demokratët për patronazhizëm, por pa patronazh. Patronazhistët e Partisë Demokratike janë që s'nxjerrin rezultat, nuk mbledhin as votat e tyre. Patronazhistët e socialistë veprojnë brenda ligjeve të shtetit për të mbledhur vota, për të ditë se ku janë bazenet e votave, për të mbledhur sa më tepër vota socialiste. A kam fjalën për patronazhistët demokratë që s'mbledhin asgjë dhe marrin shumicën. Kur të tjerët lodhen për të mbledhur vota, këta sigurisht nuk bëjnë asgjë, rrinë kafe, mbajnë fjalime edhe futen në grupin parlamentar, edhe bëhen deputet. Ose ndihmojnë dhe janë rreth tyre. Këta janë patronazhistët e Sali Berishës. Kjo është një parti e cila sigurisht është pronë e familjes Berisha dhe Sali Berishës. Tash sigurisht ka përqenë në periferi, po dhe Argita se kontrollon pronën e familjes saj, kur dalin aty ke foltorja. E di që baba 81, 82 vjeç edhe mund të shkas, ajo afrohet sepse sigurisht ka pronën e vet, ka investimet e veta dhe në para, në elemente. Edhe kjo nuk është shpifje, po kjo është e vërtet. Se përndryshe, po ti hysh llogarive në rrogën e tij, nuk i dalin ato pagesat e mëdha pronarit. Por me që Edi Rama ka thënë do ta dekriminalizojmë, sigurisht që e miratoj dhe unë do ta kisha dekriminalizuar, nuk i çoj në burg gazetarët pse bëjnë një shpifje. Që bëjnë plot, dakor. Po ata lidhur, kjo ishte edhe pjesa e analizës për t'i rënë shkurt. Demokratët duhet marrin mbrapsht partinë e tyre. Demokratët, ata që janë mërzitur shumë, ata që e shohin veten një të tradhtuar, për të zhgënjur deri në maksimum, ata që e dinë që Partia Socialiste vepron kështu, sepse sigurisht këtë e lejon, e përforcon dhe e mbron partia pronë e Sali Berishës. Ata demokratë që mendojnë që me të vërtet është një bashkëpunim morboz, mbase edhe para një dakordësie, që është kjo situatë në partinë e tyre, në fragmentizimin e saj absurd, në humbjen e idealeve, në humbjen e parimeve, dhe në humbjen sidomos të idesë kryesore që përshkon Partinë Demokratike që e konsideron veten qendër e djathtë. Lëm më marrëzirat e Sali Berishës duke qenë ish komunist edhe konservator. Ashtu mund të jesh vetëm fashist, asgjë tjetër nuk mund të bësh. Këto janë marrëzira, s'ke asnjë origjinë të djathtë, nuk i përket asnjë lloj të djathtë në botë dhe bën konservatorin e djathtë. Këto kanë hapsan legjet e tij, domethënë është degradi mendor edhe filozofik e politik, po ky ka qenë që fillimet e tij, është qenë vitin 1990, me këtë koncept të shuar nga falenderonte Ramiz Alin kur merrte Partinë Demokratike në dorë, pa qenë ai organizatori, pa qenë ai i merituari për ta krijuar. Po kështu ishte edhe shoku Enver, në fundit edhe ai kështu ka marrë Partinë Komuniste. Pa qenë i merituari e mori. Sepse sigurisht kishte mbrojtjen, kishte delegimin. Ai nga Partia Komuniste e Jugosllavisë, ky e kishte nga PPSH-ja, sepse sigurisht PPSH-ja po mendonte për veten. Kishte mirë atë qendresë të saj. Dhe i duhesh përpara një bij jo legjitime, e shëmtuar, e pa krehur, me shumë pjesëtar të bashkëpunimit të sigurisë të shtetit, etj, mos bëni ti përsëris edhe një herë gjërat. Duhet marrin Partinë Demokratike mbrapsht, partinë e idealeve dhe partinë perëndimore. Jo parti interesash, parti që e ndjen veten mirë në opozit me Edi Ramën. Po parti e cila kthehet në alternativë. Në qoftë se duan ta marrin mbrapsht të parti, e kanë rrugën, mund ta ndjekin, nuk është e kollajt, po mund ta marrin. Përndryshe të shkojnë në ferrin e Sali Berishës, sepse janë mirë atje. E treta është prezantimi i Adriatic Klapajt me një vajzë si bërtit të qirre edhe nxirr të klithma gati histerike, jo gati histerike, po histerike para policëve, sepse ata po i largonin me rastin e Sali Berishës. Do mante miting, sigurisht policia i ndan dy grupet sepse nuk dihet se çfarë mund ndodhen në një fjalë, mund duken sikur janë aleat, pastaj mund të hidhet një faj dhe mund
një fjalë bën edhe sherrin, pa nëse po i ndanin. I di policia ato nuk mund të marrë përsipër unë, a janë mirë apo janë keq. Duhet të ndanin, edhe unë do t'i kisha ndarë. Edhe vetë Adriatik Llapaj, i cili ju bie ushqimeve me shtjelë, në nerve sipër. Imagjino këti njeriu ti besosh qeveri. Imagjino ti besosh këti njeriu politik bërje shqiptare. I bie ushqimeve me shtjelë. Në nerva sipër shkatron ushqimet, e nis me portokallat dhe pastaj u bie ushqimeve me shtjelë. Skena që i keni parë gjithë. Këti njeriu të shi ti besosh? Dhe marë bukurave ishte Agron Shejet, cili ti ka ikur dhe ati. I është shkurdisur, i është prishur truma të në Shkodër. Dhe ai kujton se janë klonet Sali Berishës, nuk e di. Mase funksionon ajo prefektit Tiranës, si thot, ke net 6 muaj me komunistët, i komunisti marum. Edhe ky, ka net 6 muaj me Sali Berishën, është Sali Berisha e dytë. U drodh, tha. Se i shkoj spaku me hanë BKH-s në kryeministri. I dinë që i shkonin në zyrë dhe pati frikë Edi Rama. Imagjinote si çfarë thot një deputet edhe një milioner edhe një kryetar partijet. Ka frikë Edi Rama nga 3 nga ata që hapen bës në Shkodër për të shkuar me armë në kryeministri. Ai i di se kur nisen edhe kush niset e jo ma të ketë frikë për i tyre. Vetëm frikë nuk ka arsye të ketë frikë. Mirë po, kështu është mësuar të flasi edhe Agron Sheje. Duhet t'ja besosh edhe marrëzirat e tij. Kështu egzagerohen këta, prandaj bëhen edhe pa besueshëm. Këta kujtojnë se është një publik tash i komplet idiot siç kanë këto mendimet e tyre. Bëhen idiot me njëri tjetrin duke folur marrëzira që i besojnë dhe vetë janë mitoman. Kuptohet, janë mitoman. Ky Adriatik Llapaj, kur janë 2-3 tjera që janë KPD-ja, e deri sipër që njiten, janë thjesht mitomaniak. Besojnë në marrëzinë e tyre dhe vazhdojnë të bëhen mitoman. Kujtojnë të pavërtetën të vërtetën më të madhe dhe vazhdojnë të bëjnë tillë. Dhe e di gjithë shoqërinë e tillë. Tash ky beson se të gjithë ato që janë gjuhën që kishte frikë Edi Rama, ata 3 të BKH-s, si kishin shkuar me pistoleta, gati t'i bënin atentat, u tmerrua, tha Edi Rama, do ta besojnë për të vërtetë. Mirë po, ai doj. A besojnë të 5.000 veta? Po, është elektorati im. Dhe kjo është morbozitet. Ai mendon vetëm për hesabet e partisë tij. Ai nuk mendon për të vërtetën. Ai mendon atë të vërtetën që do t'ju hedhë dhe ata që e besojnë. Kjo është e vërteta që mendojnë këta tipat. Mitomaniak të rritur në kohën e Sali Berishës. Sigurisht edhe Edi Rama, se të gjithë këtyre që janë më mrapa diktaturës, por që janë edhe më keq se sa ata diktaturës për sa i përket mitomanisë. Kaq kisha miqtë mi. Ta kalon i gëzuar tash.